Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të flasim për disa, si kemi bërë zakon, disa tema të aktualitetit. Tema të rëndësishme të aktualitetit, të cilat kanë kontekst ose kanë ngjarë sot ose dje, ose gjatë kohës, ku ne mes diferencës kohës, mes dy emisioneve. Përgjithsisht problematika që ne i zgjedhim me idenë që ju do t'ju pëlqejnë. Ndoshta ju pëlqejnë, ndoshta nuk ju pëlqejnë. Kjo është gjithsesi puna juaj, por ne i konsiderojmë ato të rëndësishme. Pastaj në pjesën e dytë do të jemi me zotin Flamur Noka dhe me një panel të ftuarish gazetar, do diskutojmë edhe për problematikat e opozitës dhe kilometri i fundit që ka mbetur, përgjithsisht për kilometrin e fundit. Do të jenë 4 zotërinj me aty që do të flasin 3 të tjerë plus Flamuri dhe unë, dhe do të flasim gjithsesi për punë të rëndësishme, shumë të rëndësishme të politikës. Në pjesën e parë, zonja Kladiana Lala, gazetare, të i them këto ofiqet të gjitha. Mjafton, faleminderit zoti Rakipi. Po mjafton, se njerëz të njohur të gjithë, dhe zoti Panasoko, Sokol Bregu dhe Anditela, faleminderit shumë. Ndërqofsh, mirë, se të paktën ktheve një përgjigje se ka njerëz të tjerë këtu që nuk të flasin fare. Tani, në lidhje direkte do të jetë Belind Klliçi, deputeti i Partisë Demokratike, i cili do ndihmojë ne vetëm për pikën e parë që do të kemi mbrëmjen e sotme. Bëni gati ta futni sepse do pa kohë. Okej, është e mjaftueshme sepse do bëj shpjegime Klodi dhe pastaj hyn Belindi. Po përpiqeni ta kapni thuaj se do pa kohë se ai mos do shumë. Tani, gjykata kemi moment të parë, e anonçoni ju lutem, gjykata shfryn në aferën 5D. Gjykata e klasës shkallës 2 ka shfryrë këtë aferë, si thua, janë liruar, personazhet? Janë dënuar, po... Janë dënuar dhe pastaj liruar. Se kanë kohën e paraburgimit, të lirë kanë qenë. Janë arrestuar asnjëherë për ta sqaruar. Pra, është një nga fraksionet e dosjes 5D. Pra, zonja Lala, 5 të pandehur të dosjes 5D. 5 janë këta, kanë marrë dënime të lehta dhe tani nuk janë në burg. Çfarë ndodhi konkretisht? Ja shpjegon popullatës ti? Tani, para se shkoj te ky vendimi i ditës së sotme i apelit posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, unë mendoj që shfryrja e aferës 5D ka nisur shumë më herët, që me lirimin nga arresti në burg, në arrest shtëpie për Redi Mollën, ish drejtorin e ujësjellësit në Bashkinë e Tiranës, i cili akuzohet dhe është duke u gjykuar në gjykatën e posaçme për veprën penale të korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes së pasurisë. Sepse ka dyshime, sipas PAK, që Redi Molla, bashkëpunim me Mari Glençaton, i cili ka drejtuar IMT-n e Bashkisë së Tiranës, kishin krijuar kompaninë 5D. Ka pas disa emra kompania, por në fund fare 5D, dhe këtë kompani e ushqenin me tendera që merrnin nga Bashkia e Tiranës. Që në momentin e parë që u zbut masa e sigurisë për Redi Mollën dhe kaloi në heshtje kjo histori, filloi edhe shfryrja tërësore e dosjes 5D. Më pas pati edhe një zbutje mase sigurie për një tjetër ish zyrtar të Bashkisë së Tiranës, bëhet fjalë për ish drejtorin e punëve të ndërmarrjes publike në Bashkinë e Tiranës, Taulan Tushe, që po ashtu nga arresti në burg u dërgua në arrest shtëpie, edhe kjo ngjarje mbeti pa një reagim publik dhe pa arsye, dhe pra ende nuk kemi një vendim të arsyetuar se pse këta dy persona janë dërguar në arrest shtëpie, ndërkohë që akuzat ndaj tyre janë akuza shumë të rënda, të paktën për Redi Mollën, ka vepra penale për cilat ai do duhet, sipas kodit penal, të dënohet deri në 15 vite burgim. Pra do të thotë që një person i cili rrezikon 15 vjet burgim, që është që nga korrupsioni, pastrimi i parave e tjera me radhë, mbahet në masën e sigurisë. Redi Molla është punë bënte Klodi se unë i kam marruar drejtori i ujësjellësit. Janë bërë shumë. Kontrollonte të tërthort sipas PAK kompaninë 5D. Pra kompania ishte vënë emër të një personi tjetër, të një biznesmeni, i cili në fakt rezultonte që thjesht ishte një emër fiktiv, por kompania drejtohej ose më saktë menaxhohej dhe të kontrollohej nga Redi Molla dhe Mari Glençato, dy nga njerëzit më të besuar të Erion Veliajt në kohën që ishin bashkë në Bashkinë e Tiranës, se tani gjysma janë në burgje, gjysma në arrest shtëpie, dhe që atëherë filloi shfryrja e dosjes 5D. Ju pyesni për vendimin e ditës së sotme. Apeli posaçëm vendosi që të cilësoj fajtore Eglantina Zeren dhe disa të pandehur të tjerë, antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Eglantina Zere ka qenë drejtuese ose drejtoresh e Tirana Parking, një entitet ose end brenda Bashkisë së Tiranës, dhe sipas prokurorisë së posaçme favorizonte
me tendera kompanin 5D, ose Vas Konstruksion në atë kohë kishte emrin, që kontrollohej nga Molla dhe Qato. Shkalla e parë, pra gjykata e posaçme e kishte dënuar Eglantin Azeren dhe të pandehurit e tjerë, 4 pandehurit e tjerë, me dënime nga 6 muaj deri në 9 muaj burgim. Edhe këto dënimi ishin qesharake, por gjithsesi ishin dënime me burgim. Çfarë bëri apeli sot? E hoqi edhe këtë dënimin me burgim dhe i dërgoi në shërbim prove 12 muaj. Pra përgjatë 12 muajve nga dita e sotme, ata duhet të mbajnë kontakte me shërbimin e provës. Pra ndërkohë që janë zhvatur miliona euro të taksapaguesve shqiptar, të qytetarëve shqiptar, nga ana tjetër zyrtarët nuk kanë shlyer asnjë ditë. Pra do thotë që nuk kanë shkuar asnjë ditë në burg dhe të shkojnë të kryejnë 12 muaj punë në shërbim publik ose të mbajnë kontakte me shërbimin e provës, që është një dënim qesharak në raport me aferën korruptive që ka ndodhur me dosjen 5D. Pra gjithë që ka ndodhur është një shfryrje totale sipas meje e aferës 5D, e cila do duhet të kishte shumë të pandehur dhe të kryenin dënime me burgim. Dhe krahas kësaj do duhet të kishte dhe hetime pasurore për secilin nga këto zyrtarë që ka abuzuar me tenderat. Pra kjo është gjithë shfryrja e kësaj dosje. Se tani po më jepni një përgjigje që më jepte mua një shoqërues ynë në Kin, Duja, që më thoshte gjëra që të gjithë i din prej kohësh. Unë i thosha do kthej me tren apo me avion, në Shanghai në Pekin, e më thosh pas 3 orë bisedimesh, më thosh ndoshta me tren, ndoshta me avion. Po më spjegoni një gjë shumë çuditshme. Do lidhet, më thoni, ose shumë çuditshme, nëse nuk lidhet, ne vazhdojmë dhe vazhdon emisioni. Ja se po ecën, më thoni, jesh me makinë, po. Ja që, okej, po ma bënje me gishmë për para, jo tani, që doli Klliçi. Mirëmbrëma, zoti Klliçi. Mirëmbrëma, zoti Rakipi. Ju keni deklaruar mjaft fort, edhe ne e botuam në sajtin tonë të gjitha, por e kemi nisur dhe në program pjesën e fillimit, është gjykata ka shfryrë temine aferën 5D. Zonja Lada e përshkroi çfarë ka ndodhur konkretisht, ju mbajtën qëndrim të ashpër publik, jeni ju që keni bërë kallëzim, çfarë ka ndodhur, si e mendoni ju? I është vënë kapak një prej dosjeve më flagrante, unike do të thoya në llojin e saj në Shqipëri, për sa i përket korrupsionit dhe vjedhjes së parave në masën 100% të fondeve publike, dosjes 5D. Çuditërisht i është vënë momentin kur edhe prokurori i kësaj dosje, Klodian Brau, i cili sot drejton prokurorinë e posaçme, drejton SPAK-un, ka marrë frerë të këtij institucioni. Gjykata e apelit në gjykatën e posaçme në luftën kundër krimit dhe korrupsionit në GJKO i ka vënë kapak përfundimisht kësaj historie, duke i kaluar, duke i zbutur masat, duke i liruar që të gjithë. Tashmë është e vërtetë i gjithë ai përshkrim që bëri zonja Lala pak më parë, është i vërtetë 100%, dhe me sa duket sot është gjetur një Alqi Bllaku i dytë, që është në këtë rast Mariglen Qato, i cili është i vetëm tashmë në qeli, për një aferë që të paktën me aq sa kam dokumentuar dhe kam depozituar unë kur kam bërë kallëzimin, shkonte të paktën 30 milionë euro përmes 29 procedurave dhe prekte edhe trelje e ndërtimin në masën deri diku 6 milionë euro projekte. Pra i bie që me 9 muaj burg apo me një vit detyrim paraqitje, apo dhe me një vit e gjysmë para burgim, mund të vjedhësh miliona euro dhe s'ka asnjë problem. Dhe kam përshtypjen që ky është një standard që është vendos tashmë për gjithë administratën publike, që nuk ka problem se sa miliona mund t'i vjedhësh buxhetit të shtetit, me 9 muaj burg apo një vit burg, ja hedh paqe dhe je i lirë. Nuk ka as konfiskim të parave, as konfiskim të aseteve, as hetim pasuror të thelluar, dhe as nuk ka hetim të detajuar të gjithë zinxhirit komandues në Bashkinë Tiranë. Se mos harroni, nuk mund të kishte 5D pa Erion Veliaj, dhe nuk mund të kishte 5D pa Arbian Maznikun. Dhe të dy këta emra, sot që ne flasim, nuk janë të hetuar për këtë çështje, apo nuk janë më saktë nën akuzë për këtë çështje, që është një çështje që mban pa diskutim firmën dhe mendjen e tyre, sepse kanë qenë kryetar dhe nënkryetar bashkie dhe kanë qenë dy persona të kyç që kanë bërë të mundur ngritjen e kësaj skeme dhe furnizimin e kësaj skeme. Është standard i paprecedent ky i vendosur sot nga gjykata e apelit dhe është një alarm shumë i madh, mendoj unë, një këmban alarmi për vetë organet e reja të drejtësisë në vend. Për hir të vërtetës, të jem korrekt,
Unë 5 dhënë e kam bërë publike për herë të parë 26 prill të vitit 23, kur kam qenë kandidat atëherë në zgjedhje lokale, kam depozituar më mbrapa kallëzimin me shkrim në prokurorit posaçme dhe ka patur një ritëm të shpejt nga prokurori Brau atëherë në hetimin e kësaj dosjeje, por me sa duket, sot që flasim 29 janar 2026, gjykata e apelit vendosi të shbëjë gjithçka dhe t'i vendosi ka pak përfundimisht. Pra, por kemi një problem tani, zoti Klliçi, ju je njëri politik i rëndësishëm, në këtë rast ju keni bërë kallëzimin drejt për drejt. A ka dështuar kjo drejtësi tani, se shpesh thoni tani që është bërë reforma në drejtësi, por ne gjykatave duhet ju besojmë. Ka një handicap shumë të madh. Nuk kuptoj, unë s'kuptoj gjë tani nga të gjitha gjërat. Pra, ne themi që u bë një drejtësire, ndërkohë ju thoni që kjo drejtësi ka ikë për lesh. Shiko, janë 2 episode të paktën për dosjen 5D, për shembull, janë 2 episode që janë të ndara për këtë çështje. Dhe vinë drejt për drejt nga gjykata e apelit. Kur është bërë fillimisht dhënia e masave të sigurisë, në mos gaboj mund të më ndihmojë edhe zonja Lala për ndonjë detaj që mund ta harroj, ka qenë një nga gjyqtarët e apelit që ka kërkuar ngritjen e akuzës për grup strukturuar kriminal ndaj antarëve të, le të themi, të bandës 5D dhe të grupit 5D. Dhe atëherë gjykata e apelit ishte më ashpër se gjykata e shkallës parë në GKK. Kësaj radhe, gjykata e apelit e GKK-s ka vendosur një precedent të rrezikshëm, të jashtëzakonisht të dëmshëm për vendin. Dhe nga ana tjetër, për herë jemi shprehur që organi i akuzës ka të drejtë bëjë hetime dhe të ngrejë akuzë, po është gjykata që vendos në funditës. Dhe me këtë standard vendosur ditën e sotme nga GKK-ja, po e them edhe një herë, është vendosur një precedent shumë i rrezikshëm për sa i përket hajdutërisë së fondeve publike, vjedhjes fondeve publike dhe konfiskimit të zero parave të vjedhura dhe rikthimit tyre në buxhet të shtetit. Se në fund të ditës qytetarëve i intereson ore me të vërtet është ndëshkuar një zyrtar, po parat duhet kthehen në buxhet të shtetit, duhet zhbëhet dëmi me aq sa mundet. Dhe fakti që nuk është rekuperuar dot as edhe 100 ark, ky është një alarm shumë i madh që kam përshtypjen do duhet të zgjojë çdo shikues tuaj në çdo qytetar që na ndjek. Ti je në makinë, se mos na thot. Ju pa ta thënë, po, jam makinë. makinë. Mirë, s'ka problem fare. S'ka problem ti se unë thira në mënyrë të beft. Dhe ti u përgjigje me njëherë dhe faleminderit shumë, po që popullata ta kuptoj që janë makinë dhe bie shi dhe se na merr defekt, nuk është defekti ynë kur bie shi, se ne lëm të bjerë, s'kemi që i bëjmë. Tani, i reflekton në fytyrë, po. Po, vjen tani. Mund të shënoj vetëm, mund të diçka. Me Klliçi, po. Ajo çfarë mua më shqetëson në raport me dosjen 5D ka të bëjë me hetimin pasuror. Unë mendoj që kjo çështje nuk është hetuar plotësisht nëse nuk ka një hetim pasuror mbi zyrtarët apo personat e bashkëlidhur me to, të cilët janë përfshirë në këtë aferë. Në fakt, gjithë kohës, dhe besoj kjo është, zoti Klliçi duhet ta marrë edhe si një kritikë pozitive, opozita është marrë vetëm me prokurorinë e posaçme dhe asnjëherë nuk ka patur një vëmendje të shtuar të opozitës shqiptare ndaj gjykatës. Në fakt, çfarëdo lloj gjëje dhe hetimi që të bëj spak, është gjykata ajo që vendos dhe ka qenë gjatë gjithë kohës jashtë fokusit të opozitës. Dhe gjykata shpesh ka dhënë vendime kontradiktore dhe problematike, sepse vetë zoti Klliçi e pranoi që më herët një gjyqtar. Duket e vërtetë kjo i thotë Lala Klliç. Është kështu dhe më japi një shembull që opozita shqiptare ka marrë një rast dhe i ka zbërthyer nga fillimi deri në fund për mënyrën për qëndrimet që kanë mbajtur gjyqtarët. Sepse më herët për dosjen 5D, gjykata e apelit posaçëm ka orientuar prokurorinë të hetonte për grup të strukturuar kriminal, po e njëjta gjykatë mba një tjetër standard tërësor. Pra, sa vite burg kërkoi prokuroria në këtë rast? Po nuk ka rëndësi fare. Ka rëndësi pra, sepse nuk ka fare rëndësi. Nëse ne sikur edhe 6 muaj burg të bënin ata zonja dhe zotrin, sërish ishin në burg dhe mund ishte një hetim pasuror po pra, në këtë rast, spaku duhet hetoj pasurinë e tyre, po shkoj për këtë rast nuk ndryshon gjë nëse do ishin 6 muaj në burg apo 1 vit në burg. Jo, nuk ndryshon shumë. Fabula në kaloj edhe në sfond të Klliçit. Një zyrtar që shkon në burg, nesër është shumë, pra një zyrtar që do vi dhe të zër vendin, do të jetë shumë i përgjithshëm, sepse e di shumë mirë që e pret burgu. Dhe jo një punë në interes publik apo shërbim prove. Qoftë edhe një ditë në burg ndryshon shumë nga të qenit vetëm në shërbim prove. Në këtë rast ne kemi një vendim të shkallës parë, e cila thotë dënojnë 6 muaj me burg. Dhe një vendim të apelit që thotë mos e bëjnë këto 6 muaj të burg, po të jenë shërbim prove. Por janë vendime që janë marrë shpesh nga gjykatat. Po, dakor, patjetër. Por në këtë rast
unë besoj se qalon në një moment tjetër historia, qalon të jetimi Spakut. Pra në rast se ti fabulën e ndërton me 3 zyrtarë të lartë të Bashkisë të Tiranës, të cilët krijojnë një kompani të tyre me një prestanome, dhe me anë të kësaj kompanie marrin tenderat e Bashkisë të Tiranës, kemi 2 raste, atë të mëparshmin dhe këtë të sotmin, që një drejtoresh tjetër bashkë me antarët e KVO-s i japin tenderin kompanisë 5D. Mënyra se si e japin tenderin nuk është që u hyn 10 vjet angar dhe ja ti do ndrysh për të përgjigju tenderin se ke pasi të mbaroj me Këlliqin se unë i kam thënë ai ishi i obliguar në një punë tjetër dhe pasi unë të përfundoj me te. Diskutimet në këtë rast janë sa ka bashkëpunuar drejtoresha në fjalë apo antarët me drejtuesit e bashkisë. Pra nëse këta kanë përbërë një grup të strukturar, duhet jetë që Spaku që ta provonte këtë gjën. Nuk mund të akuzojmë gjykatën sepse mori këto dënime. Drejtimet e Spakut kontrollohen nga gjykatësi paraprak dhe nga gjykatësi. Spaku duhet vendos. Spaku gabon mund t'ia kthejë gjykata dhe t'i thotë ka grup të strukturuar. Nëse dënon 4 antar, gjykatën sikur gjykatës po i biem në qafën e këtu. Atëre i këtu në vazhdojmë në studio, por duke të përfundoj Këlliqi. Zotë Rakipi, shumë shkurt për t'i qëndruar edhe asaj bisede paraprake që bëm, është e vërtetë ajo që thotë zonja Lala, edhe njëherë, në raport me qëndrimet e gjykatës që shpesh herë kanë qenë shumë problematike, të gjithë bateritë e opozitës janë përqendruar ke një gjyqtare që është Irena Gjoka, në fakt, dhe që është faktuar pretendimi dhe akuzat e opozitës tashmë pas 20 muajsh, por është e vërtetë që në fund të ditës prokuroria bën hetimet, por vendimarrjen e ka gjykata. Ajo kritike zonjës Lala qëndron. Ne do duhet të kishim marrë në detaje dhe në sit të gjitha vendimarrjet e gjykatës së shkallës parë, po dhe të apelit, për t'ja shpjeguar opinionit publik, për të kërkuar më shumë transparencë dhe për të bërë një lloj analize me aq sa mundet ta bëjmë edhe ne si forcë politike, por problemi është në thelb, për sa kohë nuk kemi konfiskim të pasurive të vëna në mënyrë të palishme, një hetim pasuror të detajuar, të thelluar të gjithë këtyre zyrtarëve të përfshirë në korrupsion, kam përshtypjen që puna është e lënë në gjys dhe mund të them tjetrën që ky shërben si një inkurajim për zyrtarë tjerë që mundet të kenë qëllime përfitimi në mënyrë të palishme, që thjesht të bëjnë llogari shumë të thjeshta në fund ditës, për disa milionë euro mund të jenë të gatshëm të bëjnë 9 muaj burg, 1 vit burg apo dhe 2 vjet burg. Dhe ta garantoj që nuk janë të pak në qeverisën aktuale personat apo në pushtetin aktual persona që mund ta bëjnë. Megjithatë, Këlliq, unë falenderoj shumë, por ndërkohë ne këto gjykata kemi dhe do të respektojmë verdiktin e tyre. Po mirë se si nxorëm nga burgu ne, nuk vetëm ti fuzim burg me zorë, po gjykata to janë, problemi është çfarë po bëjnë. Mbaroj Këlliq, të përfundojmë. Mirë. Faleminderit. Të falenderoj shumë. Falenderoj. Faleminderit ju. Të roqja edhe nga një aktivitet tipikish. Faleminderit, natën e mirë. Po? Faleminderit, natë. Shiko kush është problemi. Dhe po nis pak me historikë. Di kush ka qenë operacioni më i madh i pastrimit produkteve të veprës në Shqipëri? Nuk janë këto ndërtimet e tjera. Ka qenë OFL-ja. Është operacioni më i madh. OFL-ja ka qenë operacioni forca e ligjit. E ke parasysh ajo gruaja që ditën me ato, ditë një vajzë me tasysje zeza, e ke parasysh. Zeza dolje. Pse e konsiderojnë operacionin më i rëndësishëm i pastrimit produkt veprës? Sepse çfarë ndodh? Këto që nisen me tamtame, që do të shkojnë për të kapur, e do të shkojnë për të trembur, e do të shkojnë për të sekuestruar etj. Çfarë ndodh kur nuk sekuestrojnë, kur nuk kapin, kur nuk konfiskojnë? Çfarë ndodh? Ato amnistojnë. Pra të gjitha këto operacione që nisen në fakt dhe publikisht shiten sikur janë goditje ndaj palishmërisë, në fakt janë ngjarje të cilat e rrisin dhe më tepër vëllimin e palishmërisë në këtë vend. Dhe prandaj e quaj ato operacionin më i sofistikuar i pastrimit produkteve të veprës penale, sepse të gjitha ata persona kriminal me rekorde kriminale që kanë bërë pasuri, që ju vajti OFL-ja dhe nuk ju asekuestroi pasurit, ata e kanë të amnistuar tashmë. Se thonë erdhi shteti, më kontrolloi, nuk më gjeti gjë, tani e kam në rregull. Pra sot, aktualisht e ka të pastruar. Çfarë ndodh me këtë që po shohim ne, për çështjen 5D, me vendimin e sotëm të apelit të gjykatës së posaçme? Në fakt, kjo gjëja në vetvete, vendosja e këtij standardi është
amnistim nëpërmjet shpagimit të munguar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëpërmjet këtij standardi të ri, tani gjithë secili mund të krye vepra penale, të vjedh para publike, sepse këtu nuk është se u vodh tenderi, pra u vodh një pjesë e tenderit, apo u vodh një pjesë e parave të tenderit. Këtu merret tenderi 100%. Këtu caktohej një tender për të bërë një rrugë të caktuar. Rrugën e bënte bashkia me punonjësit e vet, rrugën e bënte bashkia me mallin e vet, me produktet e veta, me makineritë e veta të bashkisë që merrin rrogë, ndërsa lekët për këtë rrugë ja paguanin 5D-s, kompanisë 5D. Pra që do thotë, këta thjesht bënin transfert bankare nga llogaria e bashkisë te llogaria personale e këtyre njerëzve. Dhe kjo nuk është standard i ri, domethënë një shkallë e re në grabitjen e fondeve publike. Tani, nëse ne amnistojmë këtë, dhe pse quaj amnistim, nëse ai nuk paguan efektivisht, ai është amnistuar. O paguan efektivisht, o është i amnistuar. Kjo kultura që po mbillet tu, shumë e rrezikshme. Zotria, ata duhet paguajnë. Pra, një peng që ka mbetur sot është dhe kjo akuza për shkelje barazisë në tendera. Qa është shkelje barazisë në tendera? Nuk mund të ketë shkelje barazisë në tendera si një akuzë i ri vetëm. Jo, shkelje barazisë në tendera është një deg peme që ka një deg më të madhe, që ka dhe një trung të trash, po është i lidhe me tokën. E shkelje barazisë në tendera nuk vjen kështu si rufe në qilën e pasër. Për çfarë u bë shkelje barazisë në tendera? Për të përfituar para. Gjej parat ku i kanë. Verifikoja pasurit atyre. Gjej akuzën e korrupsionit. Se ti, dhe themi ka shkel barazisë në tendera. Pse e shkeli? Se ishte budalla? Se o është budalla o ka vjetur. Një këto dyja. Tani po na thone që të gjitha ata drejtorët aty ka që budallej. Se për të vjetë nuk na thonin gjë që bodhën. Gjykata nuk na tha që vodhën ata. Për gjykatën ata nuk kanë vjetur. Ata ka shkelur barazinë në tendera, sepse ka qenë budallej. Po kush i ha këto? Kjo duket që është operacion i mirëfillt i amnistimi. A ka më hetime për 5D, po janë mbyllur përfundimisht? Është një proces që është duke vijuar, pra janë dy procese tjera paralele, sepse ka dhe disa zyrtarë tjerë të dënuar, 3 kryesorët që unë sqarova dhe më herët, i vetmi që mbetet në paraburgim është Mariglen Qato, ish drejtuesi i MT-s së bashkisë, ndërkohë që Redi Molla dhe Taulan Tusha janë liruar masën e arrestit në shtëpi, e vetmja gjë që duhet tani të vijoj ka të bëjë me hetimin pasuror. Pra do thotë që SPAK pretendon që këta persona, pra Redi Molla dhe Mariglen Qato, kanë kontrolluar kompaninë në mënyrë të tërthort, kanë marrë miliona euro tendera nga tenderat e Bashkisë së Tiranës, pra i kanë marrë nga vendi punës ku ata ishin dhe duhet të funksiononin dhe të ruanin fondet publike dhe të mirë menaxhonin për qytetarët e Tiranës, i kanë marrë dhe i kanë dërguar në xhepat e tyre, dhe faza e dytë, dhe prandaj unë e konsideroj të paplot këtë hetim, është që të gjenden pasurit dhe të shkohet deri tek qindarka e fundit që është marrë qytetarëve shqiptarë. Nëse mbetet tek pjesa vetëm marrim disa dënime me shërbim prove, është thjesht një çështje pastaj që duhet diskutuar dhe mendoj që duhet jetë një këmban alarmi për mënyrën se si funksionojnë më pas gjykatat. Sa i përket fraksioneve, për momentin nuk ka një ndarje zyrtare të një fraksioni konkret për këtë çështje, por disa nga zyrtarët e bashkisë janë duke u hetuar në çështje të tjera që nuk kanë lidhje me 5D-n. Pra çështje që kanë të bëjnë me kontratën e inceneratorit të Tiranës, por që jo domosdoshmërisht me këtë çështje. Kjo, domethënë, nëse këta 3 djemtë akuzojnë për 29 procedura tenderuse që i kanë rregulluar të fitojnë vetë, ky episodi i sotshëm është një rast. Pra kanë bërë tenderin për parkingun të stadiumit Dinamo. Për këtë rast janë kapur bisedat e drejtoreshës me... Cili ky parkingu që është jashtë? Po, por atë për këtë bëhet fjalë vetëm. Pra, në një episod, këta kanë bashkëpunuar me prestanomen themit kompanisë 5D, se si duhet i bote letrat e i gati, kanë komunikuar me njëri tjetrin që të fitonin tenderin. Pra skema ishte e qartë. Po i në të popullatës duket si parkim me sa... Tani, SPAK-u do duhej të vërtetonte bashkëpunimin e drejtoreshës dhe antarëve të KVO-së me 3 drejtorët për t'i thënë ai grupi strukturuar kriminal. Kanë arritur ta bëjnë dot. SPAK-u, zoti Tela, për çfarë është gjykat si paraprak? Se këtë gjë bën gjykat si paraprak, orienton prokurorin kur nuk ka një hetim gjithëpërfshirës për ta kthyer dosën. Rerion në Velia ka hetim. Pra, ideja është edhe dy fjalë edhe Bregu. Në momentin që SPAK-u, prokurori gabon, prandaj është gjykat si paraprak. Se kjo historia që na e ka fajin ai prokurori, jo mor zotri.
ne paguajmë një gjyqtar i cili kontrollon veprimet e prokurorit. Dhe ai gjyqtari duhet të mbajë përgjegjësi nëse hetimet nuk kanë shkuar si duhet. Kanë vendosur ta ndajnë me fraksione, pra. Kjo çështje siç ndani inceratohet me fraksione. Po gjyqtari paraprak ku ishte zotëri për ta hetuar, për ta parë këtë gjë dhe për t'ia kërkuar që të bashkohej dosja dhe për të parë të gjithë lidhshmërinë e vendimeve të prokurorit. Se kjo histori është kthyer sport kombëtar prokurorit. Prokurori nuk bën dot asnjë lloj veprimi nëse nuk legjitimohet nga gjykata. Dhe nëse gjykatësi nuk e fut në shina... Theme gjerë dhe kemi... Shumë, pa diskutim. Po pra, por ama të themi... Por ta marim një ditë tjetër. Jo më jo, të ngrije gjyqtari, se ka përgjegjësi gjyqtari para prak, edhe gjyqtari që e vendimin. Dhe nëse prokurori ka shkelur ligjin, nuk i ka hetuar si duhet, i kthej çështja nga e para dhe të mbaj përgjegjësi. Se ka ILD, ka institucione që kontrollojnë prokurorin. Dhe s'mund themi ne që dëgjoj se ai prokurori e ka gabimin, ndërkohë që gjyqtarët dhe ILD-ja në këtë vend që nuk bën asgjë, ke parë të bëjnë ndonjë gjë ILD-ja. Se dhe ata inspektorët e ILD-s dhe kryetari ILD-s edhe institucioni ILD-s paguhet nga taksat tona zotëri. Ndërkohë që kur vjen puna tek ankesat apo tek shqetësimet që kanë palët në proces, nuk ka asnjë lloj reagimi për këtë çështje. Bregu, shiko, po e trajtojmë rastin sikur sot ndodhi dhe mbaroi përfundoi gjithçka. Ne jemi në kohë, ose më saktë, prokuroria është në kohë të kërkojë një hetim për të gjithë të përfshirët në këtë aferë. Unë nuk jam fort dakord që akuza e ngritur është një akuzë që nuk i përshtatet, duhet të rritet. Jo, prokurori duhet ta lisë dhe të kërkonte edhe një hetim pasuror për titullarin e drejtorisë, sepse shkelje barazisë në tendera mund t'jenë dhe 2 antarë të shkretë të KVO-s të cilët kanë qenë të detyruar për shkak të vendit të punës. Por kjo nuk do të thotë, jo, po tjetër gjë, por kjo nuk do të thotë, detyroj filani. Kjo nuk do të thotë që titullari, po prap edhe po e detyroj filani, prap ai me atë dënim merr. Po s'ke marr para, por s'marrin para, po. Titullari duhet jetuar më ndryshe. Dhe nuk është bërë një gjë e tillë, shkojmë në gjykatë. Nuk është dhënë ndonjëherë gjykata, nuk është kjo herë e parë. GKK-ja ka shumë kohë që po jep dënime krejtësisht të lehta për të gjithë, kryesisht për drejtorët e Bashkisë Tiranë, duke i përkëdhelur të gjithë. Unë nuk e di kush nuk mund të arrijë, sepse do një analizë juridike për të dalë, edhe duhet të jesh një jurist shumë i mirë për të dalë në përfundim. Është një punë e dobët e prokurorit, apo është një lehtësi që gjykata enkas po ja jep fiks ish drejtorëve të Bashkisë Tiranë. Nuk e di, a është një mënyrë kjo, apo është... Duhet presim të ojë... Jo, po një jurist i mirë, duke i parë me një sy ndryshe, mund të dilte në përfundim. Tari, marim njërë tjetër tani këtë... është prokuroria, apo është gjykata? Prokuroria, pra se gjykata s'mund t'japi më shumë se shpërkon prokuroria. Duhet këtë një standart. Nuk ka shkelje të barazisë në tendera e pa shoqëruar o me akuzë për korrupsion, o me pasim produkteve veprës penale. Pra, nuk mund të qëndroj vetëm akuza e shkeljes barazisë. Pse e bën morë zotëri? Pse e shkel barazinë në tenderat? Nuk mund të ri, pra gjyqtari, nuk mund të pranoj, ore thot, zoti prokuror, nëse se ka sjell. Logjikë ekonomike. Se e bëri ky zotëria, pse e shkel në tenderat? Ka budalla apo ka 10 lekë? Edhe ajo që tha Klodi është lidhet me këtë rast. U bë dënimi i parë, dolën këto drejtoreshat e para me vetëm me përkëdhelje me kreje nga Spaku. Bën dëme, vetëm s'punojnë, mund të rikthehen në detyrë një vit. Iku gjyqi i parë i drejtorëve të parë të Bashkisë. Nuk foli njeri, as nuk e vuri njeri ujë në zjarr që ata morën gjithë dënime me kusht. Erdhi rasti i dytë. Normale. Se do ikim nga kjo moment. Kur të vi rasti i tretë, atëherë mund bërtasi opozita, po te rasti i tretë do të thotë që gjykata e shkallës së dytë ikim nga ky moment. Është e formës prerë dhe ka mbaruar historia. Që dalin përpara do t'i rimarrim dhe ne do të jemi gjithmonë në proces se këtë punë kemi. Tani hymë në një moment tjetër. Ne në studion tonë kemi folur vazhdimisht për bankersin dhe kurumin. Do të kalojmë në të dy, po kemi ja anonshoj rrjet ç'po ndodh me hetimet për kurum. Lala, çfarë po ndodh me hetimet? A ka një përgjigje të analizave për mbetjet e dyshuara si toksike e tjera? Dhe të flasim për këtë dhe për bankersin më pas. Unë nuk flasë për herë të parë për çështjen kurum, që kur ka nisur skandali mbetjeve, që në këndvështrimin tim janë mbetje të rrezikshme, kam folur rregullisht paktën në emisionin tuaj, por edhe në ndarje të tjera publike. Dhe normalisht besoj që gjitha ato dyshime që ne kemi ngritur do të provohen
Ju e dini që pas një kohe dhe zvarritje shumë të gjatë, më në fund Prokuroria e Durrësit arriti që të dërgonte jashtë vendit mostra të 102 kontenerëve, të cilët u kthyen, nëse e mbani mend, lundronin në det, nuk ishin mbritur akoma në Tajland dhe u kthyen në Shqipëri dhe janë vendosur në ruajtje në Porto Romano dhe mbahen aty në vëzhgimin e kamerave të sigurisë dhe të punonjësve të policisë. Në informacionet që disponoj, më rezulton që përgjigja nga laboratori në Itali ka ardhur dhe mbetjet kanë rezultuar të rrezikshme dhe tani i takon prokurorisë së Durrësit që tej çdo dyshimi të përcaktoj se kush janë personat përgjegjës që kanë lejuar në mënyrë të paligjshme eksportimin e mbetjeve. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për këtë sasi që mbahet e bllokuar në Porto Romano, por në dokumenta që unë kam parë, sepse janë dokumenta publike, nuk është se i kam siguruar nga një institucion. Mjafton të hapësh të gjitha eksportet, mjafton të hapësh faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e tjera me radhë, për të kuptuar të gjitha kërkesat që ka bërë kompania Kurum dhe më rezultojnë tonelata mbetje të rrezikshme të cilat janë eksportuar jashtë vendit. Dhe mendoj që në këtë histori nuk bëhet fjalë vetëm për kompaninë Kurum, që në këndvështrimin tim ajo ka bërë falsifikim dokumentash, ka bërë më pas kontrabandim të lëndëve ose të mbetjeve të rrezikshme, por po ashtu duhet parë edhe çështja pastrimit të parave, por më rezultojnë edhe një sër kompanish të tjera. Në rastin që ne flasim, pra 102 kontenerët të cilët janë të bllokuar në Porto Romano, janë kontenerët të cilët janë eksportuar nga kompania Sokolaj SHPK në pronësi të Gjovana Sokolajt, që sigurisht ka patur qëndrime të ndryshme në prokurori, sepse ajo më pas ja ka shitur vetes së vet, pra një kompanie tjetër që e ka të regjistruar në Kroaci, duhet parë rrjeti kompanive të tjera të përfshirë në këtë çështje dhe duhet parë përgjegjësia e zyrtarëve shtetëror, sepse historia e eksportit të mbetjeve të rrezikshme të Kurumit në këndvështrimin tim nuk është një histori që ka të përfshirë vetëm vetë Kurumin apo disa kompani të tjera. Unë kam dyshime të forta dhe këto e kam thënë gjithmonë dhe po e ripërsëris, po i takon prokurorisë tani të ndërmarrë veprime dhe të përcaktoj përgjegjësitë e gjithë secilit, ka të përfshirë dhe zyrtarë të lartë shtetëror, që janë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, duhet parë a e ka kryer si duhet Agjencia Kombëtare, zyrtarët e këtij institucioni apo punonjës si duhet detyrën për licencimin e kompanisë apo për të dhënë lejen për eksportin e mbetjeve, a janë parë të gjitha ato kodet me kujdes? Zoti Soko mund të na thot për shkak detyrave që ka mbajtur mënyrën se si funksionon, sepse për secilën mbetje ka një kod të përcaktuar dhe ka procedura të veçanta për të dalë jashtë vendit apo për të bërë asgjësimin e tyre. Kështu që unë shikoj përgjegjës brenda Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, shikoj përgjegjës po ashtu brenda doganës shqiptare, shikoj përgjegjës po ashtu brenda drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Pra janë një sër institucionesh të cilët nuk kanë funksionuar, ndoshta kundrejt rishfetit, ndoshta për shkak të paaftësisë, këtë do duhet ta përcaktoj prokuroria, por unë mendoj që tashmë nuk ka asnjë arsye përse prokuroria të mos ketë përgjigje zyrtare për këtë çështje. Për Durrësit apo për Spagun? Po flasim për prokurorinë, sepse unë jam me qëndrimi që prokuroria e Durrësit do duhet ta kalojë këtë çështje në SPAK për të patur një hetim, sepse unë nuk mendoj që historia e eksportit të mbetjeve të rrezikshme të Kurumit ka ndodhur nga disa njerëz të thjeshtë. Unë mendoj që ata kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal dhe duhet parë përgjegjësia e tyre më në thelsi. Dhe unë mendoj po ashtu që ka zyrtarë të lartë të cilët duhet të hetohen vetëm nga SPAK-u. Kështu që duke qenë se përgjigja ka ardhur dhe prokurorët duhet ta analizojnë në raport me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, sepse bëhet fjalë për një eksport dhe për një vepër penale që është kryer edhe në vende të tjera, sepse mbetjet janë tentuar të eksportohen drejt Tajlandës. Rrjeti i Bazelit dha alarmin në atë kohë dhe pretendoi që mbetjet ishin të rrezikshme dhe për këtë arsye kërkoi kthimin e këtyre kontenerëve, 102 kontenerëve në Shqipëri dhe pas një debati shumë të fortë. Deri tani Durrësi në çfarë faze i ka çuar këto hetime? Nëse ju ishit i vëmendshëm zoti Rakipi thash që është duke ka pritur deri më tani përgjigjen nga laboratori italian, e cila ka mbritur. Tani në këndvështrimin tim prokuroria nuk ka më asnjë arsye të vonohet dhe të jap një përgjigje zyrtare dhe duhet të identifikojë personat përgjegjës që kanë lejuar eksportin e mbetjeve të rrezikshme jashtë vendit. Se kush janë emrat konkret, këto do duhet në varësi të pozicioneve për kohën kur ka ndodhur ngjarja.
dhe të thash, nuk bëhet fjalë vetëm për këtë sasi. Në dokumenta që unë kam parë, që janë dokumenta zyrtare që mund t'i gjejmë lehtësisht secili nga ne, kam kuptuar që në fakt Kurumi ka eksportuar jashtë vendit sasi shumë më të mëdha se sa ato që janë të bllokuara në Porto Romano. Çka do thotë që hetimi do duhet të shtrihet për një kohë më të gjerë. Deri tani Prokuroria e Durrësit nuk ka ende një përgjigje konkrete se kush janë zyrtarët përgjegjës, por besoj tani nuk ka asnjë pengesë për të patur edhe një përgjigje zyrtare dhe për të shkuar drejt arrestimeve apo ndalimeve të personave përgjegjës. Se kur do ta bëj këtë, do duhet ta thot vetë prokuroria, sepse prokurorët e çështjes normalisht ishin vetëm pritje të përgjigjes së letërporosisë nga laboratori italian. Soko? Shiko, unë vazhdoj të mbetemi të njëjtin mendim. Natyrisht, shkelja e ligjit që është bërë në këtë rast nuk diskutohet që ka efekte penale, cilat natyrisht do duhet mbajnë dhe përgjigjes penale, sidomos tani që kanë ardhur përgjigjet dhe gjërat janë bërë më të qarta për prokurorin. Unë besoj se shumë shpejt prokuroria për këtë rast, përflasim për këtë rast, do marrë ato masat e veta për kacë. Por të jem shumë i sinqert, si qytetar nuk më shqetëson fare kjo gjë. Dhe nuk më shqetëson fare faktin nëse këta kanë eksportuar, si qytetar përflas. Natyrisht, zbatimi i ligjit, konventa ndërkombëtare e tjerë janë institucione për kacë, të cilat merren me atë punë. Por shqetëson gjë tjetër. Sot ne po evidentojmë faktin që Kurumi pas ka pasur i plan për eksportin, ose mësa ka të ditë kur u kapën betjet, pas ka pasur i plan për eksportin, i cili natyrisht është i palishëm. Atëherë, institucionet shtetërore, a mund të na shpjegojnë kush ka qenë plani i evadimit të mbetjeve të rrezikshme që prodhon Kurumi si pasojë aktivitetit vet? Çfarë duhet të bëjë Kurumi me këto mbetje? Pra, kush është plani? Sepse në çdo aktivitet, kryesisht aktivitetet që merren me përpunime dhe krijojnë mbetje, sepse të gjitha përpunimet krijojnë mbetje, qoftë nafta, qoftë hekuri, çeliku etj, të gjitha krijojnë mbetje të rrezikshme, sepse janë procese kimike ato që krijojnë mbetje, kanë të bashkëshoqëruar që në momentin e firmosjes kontratës, në çdo vit të rifreskuar planet për kace për evadimin e mbetjeve të rrezikshme që prodhojnë. Do të duhet ta kenë patjetër, sepse shteti duhet di, ore, kur ti merr një licencë për të përpunuar metal, që do të prodhojnë mbetjet të rrezikshme. Çfarë do bëjmë me mbetjet kur të prodhohen? Me ato oxhaqet, me mbetjet e oxhaqeve që prodhohen? Kush është plani që ka pasur institucioni shtetëror? Kjo e para. E dyta, kam thënë më përpara. Mua nuk më shqetësojnë këto që kanë ikur në eksport. Halli im është... Jo, ne na shqetësojnë, sepse 102 kontener pano, që janë eksportuar nga kompania Sokola që ja ka blerë Kurumit, janë në Porto Romano. Tani problemi është çfarë do bëhet me ato mbetje, se rrezikon shëndetin tonë apo jo? Jam akoma më tej. Okej, po shkon më tej, dakord. Po shkoj pak më tej. Dakord. Këto i morën vesh ne. I dim që janë aty. Po sa ka që s'dim ne fare? Se me sa duket këta s'pas kanë pasur plan evadimi. Këta kanë qenë ku rafsha mos u vrafsha. Pra, u bën mbetja gje rrugën, thot ai. Se për ndryshe nuk do ishin futur aventurave për eksport palishëm. Nëse do kishin pasur një ide. Tani, këtë radhë kishin gjetë eksportin këta. Po vitet të tjera, çaj kanë bërë mbetjet, më zotri? Ku i kanë çuar mbetjet? Vitet të tjera. Në tokë. Ë? Po pra. Pra, kjo më shqetëson mua. Se rrezikon tona. Se po t'ja kishin dalë, t'i kishin çuar në Tajland, unë do isha dhe themi, shqetësuar për shkejnë e ligjë, po i gëzuar. Se ikën. Po kam hallin, ore, këta s'pas kam plan evadimi. Ta s'ka një plan se qa bëjnë me mbetjet. Po ato që kanë krijuar, qa i kanë bërë, deri më sot. Më kupton? Dhe kjo mbetet për të audituar në mënyrë të thelluar, për të qetësuar popullatën, për të qetësuar njerëzit, qytetarët, që t'i tregojnë që mbetjet nuk janë futur në një minier të braktisur, apo në një shpellë aty në malësit e Elbasanit, që t'ju dalë këtyret e ujë, se kështu funksionon gjëja. Pra do duhet një auditim i thelluar e aktivitetit. Kjo del në Elbasan pa qenë Kurumi. Zotëri Akip, në rastin e kompanisë Kurum nuk ka nevojë fare na e thot prokuroria, ka patur bashkëpunëtor në institucione shqiptare për të mbyllur këtë skandal. Pra do thot, Kurumi, ne kemi të kapur vetëm një rast që ngriti alarmin rrjeti Bazelit për këtë eksport që bëri kompania Sokolaj. Çështja është, dhe unë këtë shqetësim kam ngritur, besoj pamë ju keni qenë edhe këtu te zoti Rakipi. Ore, ku kanë shkuar tonelata të tjera?
e para, fare. E dyta, a ka patur kontrol nga institucionet, se janë një sër institucionesh që duhet të kontrollojnë, e di kur filloi kontrolli nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit pranë kompanisë Kurum, pasi shpërtheu skandali. Nëse ju kujtohet, pasi shpërtheu skandali dhe diskutohej që mbetjet të ktheheshin pas, Agjencia Kombëtare e Mjedisit zbarkoi te kompania Kurum. A thua se vetëm atëherë filloi funksionimi Kurumit. Ndërkohë që po të shikosh raportet e kontrollit, aty ke një raport, një po, një jo, një ndoshta. Do thotë që AKM-ja dhe institucionet e tjera të ngarkuara nga ligji do duhet në mënyrë të vazhdueshme të kishin kontrolle mbi këtë kompani, e cila në fakt ka prodhuar shumë më tepër se sa ka eksportuar. Tani kjo diferenca mes asaj që ka prodhuar dhe asaj që ka eksportuar, ku është? Prandaj do duhet ketë hetim të thelluar. Dhe unë, nëse shkojnë disa njerëz në burg, prapë për mua nuk kanë asnjë rëndësi të paguajnë pasoja. Çështja është që dëmi që u shkaktuar dhe ju shkaktohet për ditë qytetarëve shqiptar. Do mbajnë të përgjegjësi. Që ishin këta që kanë hyrë së fundi, që përmende ti që ndryri pa më pastaj. Që? Emrat që përmende, këto te Kurumi. Sokole që këta pse këta, si kanë hyrë? Tani, kompania e Gjovana Sokolet, sepse në momentin që shpërtheu skandali, kishte një keq kuptim ose më saktë kishte një tentativë për ta tërhequr dhe për ta shmangur Kurumin nga përgjegjësia. Duke thënë që këto mbetje janë eksportuar nga një kompani e Gjovana Sokolet, e cila në fakt i kishte marrë nga Kurumi, por ajo e pranoi në dëshminë që dha në prokurori, dhe media përgjithsisht u përpoq ta shfaqsonte Kurumin. Çfarë rezultoi? Rezultoi që mbetjet ishin shitur nga Kurum kompanisë Sokolaj. Kompania Sokolaj ja kishte shitur kompanisë DS Minerals DDO, që është një kompani po në pronësi të Gjovana Sokolaj, dhe mjafton të shikosh regjistrin në regjistrin kroat dhe kupton shumë mirë që është një kompani pa aktivitet, ka vetëm një të punësuar, dhe skandali në atë histori e dikush është se mjafton të hapësh, ti jesh analitik dhe të hapësh dokumentat zyrtare, nuk ke nevojë të lodhesh në këtë histori. Dhe kupton që në fakt ajo kompania e regjistruar në Kroaci, kishte të njëjtën adresë si banesa e Gjovana Sokolaj. Dhe Gjovana Sokolaj më pas, pra është një kompani e cila është futur në treg, dhe në dijenin tim është futur dhe tek minjera, dhe është një tjetër hetim që duhet kryer, është futur në treg për të bërë eksportin e mbetjeve që në fakt i pranon Tajlanda, sepse ka teknologji të avancuar dhe i përdor për pasurim dhe që interesojnë Tajlandës. Mbrapa Sokolaj duhet të kenë njerëz fuqishëm besoj. Absolutisht, unë mendoj që janë grupe kriminale të Durrësit në këndvështrimin tim. Pra kompania Sokolaj nuk funksionon, Gjovana Sokolaj që në pamje të parë është pa ofenduar askënd, duhet të jemi kujdesshme, po pa patur një aktivitet të thelluar, pra duket në pamje të parë një prestanome. Dhe unë e shikoj të lidhur me grupet kriminale në Durrës, sipas këndvështrimit tim. Jo ndoshta zonjë në fjalë, por mënyrën se si operon kompania, sepse është e pamundur që një kompani nga asgjëja të ngrihet dhe të shkojë në këtë nivel. Ndërkohë që kush janë kompani që duhet jenë më të kontrolluarat? Pikërisht këto kompani që bëjnë eksporte të këtyre lëndëve. Nuk mund t'i eksportojë një kompani e cila në Kroaci ka adresën e shtëpisë, një herazi dhe adresën e kompanisë, dhe ndërkohë nuk ka eksperiencë në këtë fushë. Pra është një kompani që nis nga asgjëja dhe bëhet shumë e fuqishme në eksportin e lëndëve që sigurisht prodhohen për shkak të nga Kurumi, por ka edhe kompani të tjera Qeliku kanë përshtypjen kompani që përpunojnë e tjera me radhë, dhe që duhet eksportohen. Dhe çështja është që unë nuk mbetem tek ajo faza që të shkojnë disa zyrtarë në burg apo disa drejtues kompanish. Jo, kjo histori do duhet të merret në dorë nga SPAK për të parë dëmin që është shkaktuar qytetarëve shqiptar, sepse mund të ketë ekzistuar risku që edhe të jenë groposur mbetjet. Dhe efektet do të ndihen shumë vite më vonë. Dhe nuk është histori që se Kurumi nuk ka funksionuar në Shqipëri, nuk e di në vitin e sa të operimi duhet jetë. Po duhet jetë mbi 20 vjet operimi në Shqipëri. Dhe gjitha qeverit, majtas dhe djathas, kanë bërë një syqor dhe një veshurdh në lidhje me këtë kompani. Kemi gjë për të shtuar apo të kalojmë te... Po thamë komplet. Okej, atëre bankers, kush po jetohet nga SPAK? Vazhdojnë hetimet aty Lara? Bankers ne kemi për shpesh. Në qoftë se ka një kompani, në qoftë se ka një kompani e cila i ka marrë këtij vendi, çfarë ka mundur është bankers? Apo ja? Radha është e gjatë, po është në krye aty nga kreu është kjo. Se radha është shumë e gjatë. Nuk po themi jo pra, po kjo sasi... Kjo është nga kreu. Nga sasitë e parave. Sasi e parave,
është të meri math. Ka e time për këtë, mirë të një që ti thuat kalojt e spak dhe kjo tjetëra. Përja kjo ka kaluar, që është bërë? Tani, gjithë qelësi, ne kemi mbyllur bashkë 2025-ën, pikërisht me një emision për bankersi, nëse të kujtohet. Dhe aty të kam thënë që poetohen disa zyrtarë të lartë, ish ministra e tjerë me radhë. Problemi është që çfarë unë kam kuptuar nga një dosje voluminoze që ka ardhur në prokurorinë e posaçme, gjithë thelbi i historisë është një bankë në nivelit të dytë jashtë vendit, e cila në fakt sipas prokurorisë posaçme rezulton se ka bërë pagesa selektive. Pra do thotë, llogarit e kompanisë Bankers Petroleum në Tiranë janë kompani të gjitha të boshatisura dhe rezultojnë llogari me humbje. Pra, kjo kompani gjatë gjithë kohës deklaron humbje dhe nuk ka paguar asnjë taks në Shqipëri, por nga ana tjetër rezulton sipas të dhënave dhe është dërguar një letër porosi në drejtim të Austrisë që një bankë e nivelit të dytë ku janë depozituar milionat e parave, sepse unë mendoj që Banka Austriake kjo është. Dakor, po është bankë në Nuk bëjmë akuzë, po... Dakor, por unë... Në Austri vetëm kjo është. Në Austri s'ka tjetër. Vetëm kjo është. Dhe është dërguar letër porosi, kjo bankë rezulton që ka bërë pagesa selektive dhe gjithë qelësi i kësaj çështje, nëse do të merren të gjitha pagesat që ka kryer banka e nivelit të dytë në Austri, dhe do të shikohet kush janë zyrtarët që kanë përfituar, kush janë ministrat, kush janë ish-ministrat, kush janë kompanitë, kush janë kompanitë e lobimit, kush janë kompanitë që kanë bërë PR-in, kush janë kompanitë e tjera që kanë bërë ndërmjetësimin e tjera me radhë, unë mendoj që gjithë afera Bankers mund të zbardhet. Mendoj që prokurorët duhet, sepse për momentin nuk është se kanë ndonjë zhvillim të rëndësishëm, duhet të kthejnë sy te kjo bankë e nivelit të dytë, sepse prej aty mund të hapet kutia e Pandorës, të kuptohet shumë qartë se çfarë ka ndodhur me aferën Bankers dhe se sa miliona e miliona ju janë vjedhur qytetarëve shqiptarë, taksapaguesve shqiptarë, në një kohë që institucionet, se historia e Bankers ka minimalisht një 5-6 ministrat përfshirë, apo ish ministra. Nuk është një histori që nisi sot, por të gjithë kanë heshtur dhe po të shikosh që nga kompanit ose nga studiot avokatore, kupton që janë të një niveli shumë të lartë dhe bëhet fjalë për pagesa shumë të larta. Kështu që një letër porosi në informacionet që kam arritur të siguroj nga burime pranë prokurorisë posaçme, më rezulton që është nisur drejt Austrisë dhe pritet përgjigja për të parë se ku dhe në favor të kujt janë bërë këto pagesa. Dhe aty bëhet fjalë, sipas meje, për pastrimin e parave në një nivel maramëndës. Pra mënyra se si kanë funksionuar kompani MMA me kompani BIA, kompani të regjistruar në offshore e tjera me radhë, besoj që këtu qëndron edhe një klesh, sepse kompanitë offshore janë shumë vështira për të patur informacion, dhe duke mos patur përfituesin fundor, shpesh prokurorët... Për këtë punë janë ndërtuar. Mbeten. Pra ato, për këtë gjë, për të fshehur dhe ndoshta Soko mund të na japi detaje më shumë për mënyrën se si funksionojnë offshore-et. Po të shikosh... Si zyrtari herën e kaluar ju thatë, ose tjetë kush deklaroj këtu, që janë duke po verifikojnë rolet e Arben Ahmetit dhe Anila Dinajt. Po, kjo qëndron. Ka ndonjë të re tjetër asë? Në këtë fazë ka mbetur, pra nuk është se ka zhvillime në këtë drejtim. Të gjithë për momentin, prokurorët janë orientuar. Është Anita Jella dhe Enkeleta Milonaj kanë dërguar një sër letër porosish që kanë të bëjnë me aktivitetin e kompanive jashtë vendit, sepse aty ka një sër kompanish të huaja si nën kontraktore apo për shkak të aktivitetit që kanë patur me Bankers dhe këtu është përqendruar për momentin hetimi. Shiko, problemi nga nisë e gjitha. E gjitha nisë nga operacioni i parë i shpëtimit të pagesës të atim fitimit, ose dalja me humbje, si që themine. Bankersi kishte dy opcione, pra ti shmang të atë invitimin duke rritur në mënyrë fiktive shpenzimet, ose duke ullur të ardhurat. Të ardhurat deklaruara. Qa bëndë Bankersi? Bankersi naftën që nëzirte nuk e shiste në treg. Ja shiste në kompanije që ishte po Bankersi vetë, po ishte në Austri. Dhe kompanija që ishte Bankersi tjetër në Austri, e cila shpëton dhe nga regjimi i pagesës 50% të atë invitimit, se duhet kuptuar pse e shiste në Austri, e shiste me çmim të ullët. Ja shiste vetës vetë në Austri me çmim të ullët. Pse? Që në regjistrat kontabël të regjistron dhe pak lek të ardhur. Andaj, e ullët e të ardhur, ndërë në të ardhur se ullët e në mënyrë fiktive. Më kupton? Çfarë ndodhte? Kompania që ishte në Austri, pastaj ja shiste në treg, me çmimin normal të tregut, në ato që quhet brand. Më kupton? Dhe për të gjitha shpenzimet që kryeshin në Shqipëri, vinin lek nga Austria. Ky është një operacion i mirëfillt i evazionit fiskal, sepse ti ja shet vetes tënde që është në Austri me çmim të ullët,
Austria, vetja jote që është në Austri, e shet në treg pastaj me çmim të lartë dhe aty krijohet kjo diferenca, nuk paguam me 50% tatë invitimi, saqë duhet paguante në Shqipëri, paguam 7% saç është në Austri. Tatë invitimi për këtë diferencë. Ç'a ndodhte? Paratë që kishte nevojë shoqëria këtu, qoftë për paga, qoftë për gjitha gjërat vinin nga Austria. E natyrisht këtu pastaj fillon edhe zbërtimi i Kleçkës. Ajo që shoh unë në vetvete është që të gjithë mekanizmit, paktën nga sa kam lexuar nga dosit. Kjo paraqiti prokuroria e Fierit në këtë rast. Kjo të SPAK-u s'kam parë akoma. I gjithë mekanizmi ishte financuar nga Austria, nga Vjena. Aty shkonin parat. Fakti ishin përfitim korruptiv. Nuk ishte fare lidhje me... Sa shkon pano sasia që... Shiko, aty... Si zyrtarisht shkon të 10 miliard. Aty mund të... Kjo mund të jetë shumë... Shiko, është 5 miliard janë deklaruara, por duke marrë parasysh që këtu është deklaruar shitja me çmim të ulët, pra të thash që u bëj ky filmi, pra këtu shitej me çmim të ulët, me qëllim që mos paguaj 50% që atë invitimit, po të paguaj atë invitimi në Austri që ishte 5%, 7% sa është sot, në mos gaboj, dhe të dhënat të ardhurave që ka kompania sot janë fiktive, se ne nuk e dim se sa na ka blerë vërtet në treg nafta që ka shit bankersi. Ne dim se na ka deklaruar këtu në tatime. Dhe po them që gjithë kjo operacioni i shpërndajës parave pastaj shkonte përpos interesit që kishte kompania. Me ato para që beshin në Austri pagueshin dhe pagat tu më. Pra pagat nuk i gjeneron dhe vetë bankersi këtu. Pagat i vinin nga Austria, dërgonte ai pagesa 1 milion, 2 milion. Dhe këtu më them Banka e Shqipërisë. Një gjë që ngrehun këtu, për shembull është Banka e Shqipërisë. Austria, Raiffeiseni në Vjenë, me Raiffeiseni këtu. Transfertat janë të pothuajse të përjafshme. Nga 2 milion, nga 1 milion, nga 3 milion. Nuk i pa njeri, nuk i vuri njeri re këto? Që këtu vinë çdo javë nga 2 milion, 3 milion, 1 milion, 2 milion, 4 milion, 3 milion, më kupton? Pra nuk i vuri njeri re këtu, të Banka e Shqipërisë për shumë. Unë u drejtova zyrtarisht ata Bankës së Shqipërisë për informacionin, thanë që nuk e dim se çfarë ka hetuar SPAK-u, çfarë po heton prokuroria deri tani për në lidhje me çështjen bankers. Po unë do të shqetësohesha po të isha Banka e Shqipërisë nëse shikoja pagesa të tilla aritmike. Pagu s'ka shku te bankat? Të rregullta, që vinin nga Raiffeiseni në Vjenë tek Raiffeiseni Në Austri, po. Nga Raiffeiseni në Vjenë te Raiffeiseni këtu. Se prandaj u zgjodha. Ai kishte deklaruar kompania se të paktën ti këtë raporton. Kompania e ka të detyrueshme që të deklarojë të gjitha llogaritë bankare të saj. Llogaritë e Vjenës, ai kishte deklaruar? Sepse këtu duhet bashkëpunimi gjithë institucioneve. Por kjo nuk ka ndodhur. Tani ne presim hetimin. Dhe ato që thot Klodi, që pjesa më e madhe pagesave që janë bërë për korrupsion, por nëpërmjet tyre konsulencave, marrëveshjeve, këtu kontratave konsulence etj etj, të gjitha kanë kaluar prej Vjenës, sepse pagesat gjitha bëheshin qande. Kështu që do duhet një hetim i thelluar edhe për aktivitetin e llogarive bankare që ka pasur bankersi i Vjenës ndërkohë në Vjenë. Dhe SPAK-u besoj se kjo do të jetë avantazhi në krahasim me hetimin që ka bërë deri më sot prokuroria e Fierit, që do të shkojë deri në fund pagesave që kryente bankersi nga llogaritë e saj jashtë Shqipërisë, sepse për këto që janë në Shqipëri këtu brenda, të siguroj unë që i kanë aty mund të kapësh vetëm me evazionin fiskal ose mund të kapësh pagesa të cilat natyrisht ka pasur mbi fryrje kostosh etj etj, por për të kapur llokmën e madhe ku janë paguar këta që kërkojnë mundet ty hylli, këta, se këta duam ne tani, se s'duam të ka paguar X-in e Epsinonin aty në Fier. Ne duam ku si e ka paguar X-in, ministrin, si ka paguar kryeministrin. Me që ti tani duke diskutë një ekonomist dhe njeh këtë problem fort. Është e mundur të gjenden para tani apo se përmendi emra s'ka pikë rëndësie. A janë ai shumë para? Me një punë hetimore unë besoj se këtu mund të gjenden para. Apo quhen të humbura përfundimisht. Se këtu kanë qenë të dy palët, ë? Shiko, ato para shumë e madhe, dy palët. Ato para ne mund të dimë se ku kanë vajtur, a do t'i gjejmë dot apo jo. Kjo është një histori e një kohe shumë të gjatë, pra ka 20 bankers që kalin 2004 dhe kanë qenë të implikuara të dy qeverisit, të majtët dhe të djathtë. Po, 22 vjet aktivitet. Njerëzit, ndoshta dhe njerëzit më të rëndësishëm të qeverisje. Bankers ishte kështu si arë kursimi, dili njëra ndej meri ca lekse, shumë punë po bëjnë. Natyrisht, shiko, për shembull, nëse të bëj një kështu të thjeshtë. Bankersi nxirrte 1 milion ton në vit. 1 milion ton e shitur me çmim Brenti, po marr një mesatare $70 për fuqi, që i bie diku tek rreth 7.42, rreth $450 për ton. $450 për ton, i bie $450 milion në vit.
Të Zëlemeria. Tani këto hiq 50 milion dollar që janë paga, edhe janë 20 milion që ishin taksa, rent minerare tjerë, pjesa të janë tendera të gjitha. Me 400 milion euro tendera nuk ka as Ministria e Infrastrukturës. 400 milion euro tendera që tenderon të banke. Pra ishte, nëse do të ishte në rang tenderimi, ishte Ministria më e madhe. Tani pyetja që ndron sa përqind i jepi për korrupsion. Kjo është. Sikur 20%, sikur 25% në vit. Ke dëgjuar njëri në politikë që të akuzoj bankersin? Jo. U ka ngel në derë dhe gjithë po presin. Inshallah nuk del emri im. Bankersi është një fuqi e madhe korrupsioni që nuk i gjendet filli, shpresoj që dy prokurorët, kjo ndryshon nga kurumi. Nëse për kurumin nuk kam një shpresë se mund të shkoj, sepse do të blokoj Durrësi deri në atë pikë, sa do të zvarrisi çështjen për të zhdukur provat, te bankersi besoj që duke parë të njëjtën dosje... Po bëjmë fjalë për dy kompani pak të ndryshme në para, Nuk ka lidhje me si do që tjetë... lendve, sa të kjo dyta parat janë një gjetë mesh. Kjo para jo shëndetin njësoj janë... Dakor, nuk them jo, por tek ajo besoj që prokuroria Engas do ta mbajë çështjen dhe nuk do ta lëshojë, derisa provat të zhduken e tjerë të lodhet kjo histori, të delegohet çështja, të kthehet dosja, të pushohet njëherë, të rikthehet një. Te kjo është në rrugë të durë, se këtu është bërë, domethënë, dosja e pavarësisht se prokuroria e Fierit, domethënë kishte një hetim shumë serioz në paraqitjen e fakteve, dhe çdo gjë ishte shkruar, nuk ka, tani ka nevojë vetëm se kush i disponon këto para dhe se kush shkuan në destinacionin përfundimtar. Kjo është e gjithë plogje. Dhe gjitha kjo shoqërohet vit pas viti me idenë që ajo nafta nën tokë nuk bën, nuk përpunohet dhe mban të gjithë. Ajo ngrit si legjendë e madhe. Dhe mban të gjithë me para. Të gjithë shkojnë atje. Kemi dhe një pikë tjetër. Jo vetëm qeveritarët, edhe mediat. Para se ti se mos na vinë zot. Edhe mediat. Edhe mediat janë paguar nga bankersi që mos flasin, që mos bëjnë këtë bisedë që bëhet këtu. Po të vazhdojnë paguan. Vazhdojnë paguan dhe bëjnë ato kronikat sociale të bankersit që... Dilni shqetësimi i CEO-s. Ishte një CEO, një shqetësuar për median, ja kanë vajtur lekët apo jo të media, sepse sa po ngrihe një tuna e vogël në ajër, direkt ajo, po ja quam lekët, qoja lekët direkt. Ose ministra që përplasin me... Ka një media të përmëndur ata mund t'i kenë marrë dhe pastaj është ajo fraza që ka dalë po në media që nderi ka afat. Këbe afat, po. Doshta ka kaluar afati. Sepse është me vërtet, dhe t'gjo këtu të një detaj nga dosja, pra për të njëjtën gjë, ishte njëherë diskutimi 6 muaj më parë, pastaj pas 6 muaj bëj prapë një diskutim. Pra sepse baron të nderit, afatin nderit. Edhe diskutimi mbi gjobën e famshme. Gjoba 30 milion që shkonte 120 milion dhe që nuk vilej. Mbaj peng dhe ndërhynin ministrë. Mos e prekim gjobën. Diskutuam, mos prekim gjobën. Edhe ta falim gjobën. Ndërkohë, diska duhet paguajnë edhe tani, kush më bërirë në parë llogarinë më këtu, dikush më bëri nga këta të ekonomisë. Zama ndoshta. Zama ndoshta. Ola Zama e bëri këtë llogari, po. Ola Zama. Tani, a ka hetime për Doranën? Zoti Soko, kemi diskutuar çështjen e Durana në studio. Po. Por është një tip si offshore, një përpjekje e parë në Shqipëri për të bërë një si ndërmarrje offshore. Çiko, është kulmi i megalomanisë. Ti kthejmë për disa, së pari na shpjegojnë edhe një për publikun çfarë është Durana dhe ku qëndron skandali, se ti tani një ekonomist i di mirë këto gjëra dhe që edhe popullata ta kuptojë me fjalë sa më të thjeshta. Sa më të thjeshta do ta shpang fare interpretimin teknik. Atëherë, çfarë ndodhte? Zonat e lira ekonomike janë disa... Bukur që është Durana? Po. Në letër. Paçistar duhet t'ishte. Durana. Kjo do t'ishte. Po ka filluar kjo? Mirë, do filloj. Vetëm Livan. Po do filloj. Gjia na vë se çfarë është tani, ka plane, kishte plane sepse unë nga pa plane. David Copperfieldi më, po jo ai Dickensit, ai që dukte trena. Jam okay me gjithë këto që thoni, po unë pyet edhe juristë dhe më thanë që si çdo shtet është e drejtë për të bërë dhe kjo, që mos jemi mirë ta shpjegoj shumë thjesht. Zonat e lira ekonomike nuk është një gjë që njëri si në Shqipëri ka në vende ndryshme. Po kush është specifika? Specifika e kësaj, se ne gjithmonë do bëjmë gjë origjinale thotë. Çdo kompani shkon dhe regjistrohet brenda zonës së lirë ekonomike, ku aty merr mjediset e saj. Pra,
e themi, që funksionon një tip offshore për ta krahasuar, nuk e di sa e kuptojnë njerëzit offshore-in, popullata e gjerë nuk e di sa e kupton offshore-in, por le të themi që taksat që paguan nëse regjistruesh në atë vend, nuk paguan taksë. paguan reduktim taksash. Mund të jetë dhe zero. Mund të jetë dhe zero, po mund të... Paguash pak taksa, por duhet të shkosh aty. Pra, zonë lirë ekonomike është diskutuar për të vendosur puka para disa vjetësh. Në PUK vendosur një zonë lirë ekonomike, pse ti çon bizneset aty, ju jep lehtësi fiskale, çon bizneset aty me qëllim që duan të përfitojnë nga lehtësia fiskale bizneset. Ku do të shtonte aty. Por ka pasur një diskutim serioz për të ndërtuar një zonë të madhe lirë ekonomike. Mos të ndërpres, mbaj mend, kam vetëm një me Nikolën, kur kishte parti Nikolla, doli gjithë puka me automatik. Por i gjithë puka priste aty, të gjithë popullata, populli mirë shumë. Edhe të kishte një zonë të lirë ajo pse të mos e kishte. Dhe çfarë ndodh? Duhet të shkosh aty. Pra duhet të jenë facilitet, duhet të jetë ndërtesa. Duhet të jetë objekti tuaj, duhet të ketë të gjitha kushtet. Duhet të ketë derë që i hyn dhe del si agjenci doganore dhe atje, pra. Duhet të jetë e rrethuar, pra duhet të jetë e mbyllur, pra nuk duhet të jetë kështu e lishme. Duhet të ketë kufi të përcaktuar qartë ku është kufiri i zonës së lirë ekonomike. Këta çfarë bën? Këta pasi morën të gjitha lekët e akshit e me radhë, gjitha këto përfitime që merrin nga tenderat, ju kishe gjetë një hall i madh. Por si paguajmë ne lek taksa? Si paguam kemi taksa ne? Pra këta mirë merrin tenderat. Po këta donin që mos paguajnë as taksa për tenderat. Për akshin. Për akshin e për gjitha kompanitë. Pra, të gjitha këto kompanitë të cilat merrnin tendera nga akshi, shkonin dhe regjistronin te Durana, që më pas mos paguajnë as taks fare. Pra mirë vidhin aty, po mos paguajnë as taksa jo. Dhe kjo ishte Durana. Në thelb, të duhet ishte ai parku që ti na vure aty në... Ku ishte kjo? Kjo është në Gjavzota. Tani, ja se ç'është. Po, aty është incineratori i Tiranës, që në letra është, por aty, kur vete gjen livadh, pra aty po të vesh aty. Incineratori i Rritë. Mos qesh. Jo, po të shkosh aty tani. Livadhe ke. Po të shkosh aty tani, ka është livadh. Pra s'ka asnjë gjë, zero. Por këta kompanit të cilat rezidencë kanë Tiranë, e dimne që e kanë në Tiranë rezidencën. Bile një nga... Edhe në botë, në offshore, për shembull, këtu kompaninë në Tiranë dhe i qonin Delaware, më kujtojtë. Jo, jam dakord, po në Delaware ti duhet kesh... Një që kanë bërun për... Pra, duhet kesh një kuti postare. Duhet kesh një zyrë, ku të vjen letra. Ka kuti fare. Ku ti shkon dhe regjistrosh te gjykata e Delaware. Aty s'ka bark. Aty vetëm barka. Tu është pa kutitet. Por aty ka vetëm bark, kupton? Pra, e gjitha kjo ishte një skem që u ndërtua nga këta mjeshtat e akshit, që parat që merrnin mos i paguanin as taksat. Ato që vinin nga tenderat mos i paguanin as taksa jo. Dhe kështu përfunduam tek kjo. Dhe ti ke listën e kompanive që djalë dhe po të shikosh pjesa më e madhe këtyre kompanive janë o njerëz të lidhur me pushtetin që marrin tendera, përfitojnë tendera, ose njerëz që kanë shërbyer njerëzve të lidhur me pushtetin. To janë të gjithë lista e kompanive të cilat ishin regjistruar në Durana. Bësh pjesë e Duranës, ngritim një shoqat. Ata, që kompanitë që do merreshin pjesë. Ne zvim do në Duranë, kemi pano... Drejtuesi kësaj shoqatës, themeluesi i kësaj Duranës është në kërkim nga Spaku. Kërkohet nga Spaku për tenderat e akshit, Ermal Beqiri. Ai ka themeluar shoqatën, që të bëhesh antar, po që të regjistrohesh atje duhet ish antar i kësaj shoqate, me disa nivele, duhet paguaje për disa nivele, dhe këta nuk është se kanë regjistru kompanitë me cilat kanë marrë tenderat e akshit. Kanë regjistru kompanitë të tyre, por personazhet kryesor të kompanive që janë regjistruar aty janë këta Ermal Beqiri, Ergjys Agasi, gjithë këta që merrnin tenderat e akshit, i ke që në janarin e kaluar atje të regjistruar. Sepse ti shiko. Po thuhet që jo okay jemi me këto, po thuhet që qeveria thotë që po sjellë gigantin në Lufthansa. Lufthansa është e regjistruar aty. Duhet kishte zyrë. Po në fakt është tek ka vetëm një badh aty. Stadiumi. Është te stadiumi. Pra zyrën e ka te stadiumi regjistruar te Durana, la Gjavzota. Një stadium ka Tirana. Te që ishte më sa. Atje, po me zyra është në edhe kjo në Gjavzota. Me zyra funksionon kështu në sigur e ka të hapur atje në Gjavzota dhe merr atë 0% e tatimeve. Mas ndaj, mas 15 vjetësh themi jo pse ja dham ne këto lehtësirat fiskale, se këta nuk e respektuan. Në fakt ata i marrin. Dhe çfarë është bërë? Unë këtë e shoh
ndonjëherë shoh dhe si më duket dhe si prallë, se mbase qeveria do. Pralla janë gjëra tu tani më sot. Shumë ti. Po. Tani qeveria mbase qeveria mbase donte me sjell me çu Borbardën në Xhavzotaj. Pse zgjodhi Xhavzotaj unë se di, po. Zonë lirë ekonomike për të gjithë, për punësime të rinj. Xhavzotaj dhe Kubi afër Durrësit aty. Po. Tani që mes Tiranës dhe Durrësit vjetër. Tani, po, nga rrugë vjetër. Tani, ajo toka ati ka qenë pronë e televizionit shqiptar. Televizionit tonë këtu. Po, pronë ati ka qenë, ja kanë transferu, ja kanë heqë televizionit, ja kanë kalu në Po pra, atë skanëj tokë shtetërore ka qenë. E merë prapë televizioni se s'ka për të bëkurra jo, po. Tani, kjo si projekt, është prallë, është më regull, shqip sa i bukur është. Thua ti, shkojmë atje. Ama... Po ndoshta do të ndërtojnë, apo jo? Po, do të ndërtojnë, ja se do të shpjegoj unë. Dhe inceneratorin ndoshta e bëjnë, nuk e di. Do të shpjegoj unë sa mirë do të ndërtojnë. Pa ata që do të ndërtojnë është në kërkim e saj. Kështu që nuk kanë të ndërtojnë më. Tani, historia është, kjo ishte një normalisht, ishte super projekt, sepse do punësoheshin të rinjt aty. Do shkonin të rinjt për të punësuar. Ishte edhe kjo, prandaj do marrësh 0%. Është, në fakt, në logjik, duket si një projekt luksi, i cili do ndihmonte të rinjt të apasionuar mas informatikës dhe do të gjenin vende pune aty. Ishte shumë e thjeshtë. Kjo, si në gjithë botën. Mirë po, çfarë ndodhi në realitet? Jo vetëm që s'u ndërtua. Tani, jo vetëm që nuk filloi nuk respektuan më me vënë një gardh, me respektu ligjin shqiptar i cili thot kufiti ka të identifikueshëm. Kufit duhet jenë të identifikueshëm për të përfituar nga këto. Qitë kufi? Kufit e zonës e lirë ekonomike. Zona duhet jetë identifikueshme që kjo këtu brenda kësaj vetëm. Dhe ti që përfiton si firmë, duhet kesh një zyrë fizike në atë vend, që ta përfitosh uljen. Pavarësisht ke marrë të rinj në punë apo jo. Por duhet jesh atje, fizik, me kuti postare, me zyrë, me sekretar, me se prandaj merr këto. Një administrator që dëgjova unë ish futbollist. Gjergj Tao. Ky është ai që të thashun, ky është Copperfieldi, më thënë. Futbollisti është ky. Ish. Jo, futbollisti është Rapotao. Nëse ky tani luan me Rapotao ka qenë futbollisti i Vlorës, se ti merr vesh. Rapo ka qenë shumë i fortë. Po shumë Lorej. Po i vlonjatës dhe ky. Se di, futbollit apo jo, po Gjergj Tao e ka emrin administratorit basteve. Po ky Baste. Tani ç'a bën ky? Si një minutë, ma që Baste. Ky është edhe drejtori, është dhe administratori Duranës, është dhe drejtori dhënies së licencave të Basteve. I ka të gjitha. Ç'a flet më? Po, ka dhe kompaninë më të madhe të parave online. Ky është mjeshtër. Ka fitu dhe tenderan Bashkinë e Ky Tiranës. ndërtoka dhe nuk i beka, se dhe kjo e Basteve... O, ky është... Do më thënë, ekziston në gjë atje, ky është... Po ta pyes. Por edhe Bastet, ky është... Mirë, po çfarë bëri? Në mënyrë të kundralishme, në mënyrën më të kundralishme, shkon dhe jep të paktën 50 firmave të para, u jep të drejtën që të përfitonin 0%, pavarësisht se s'ka park aty fare, pavarësisht se nuk ekziston, pavarësisht se Durana është i cop letër. Ja u dha ky këtë lehtësi. Se si ky e di? Mirë, po kush ishte përfituesi? Po nuk e pyet njeri këtë fare. Për shembull, po ta thresësh, ta thresim jam që vjen të Vjen. Tani këtu. Njeh njeri këtë tela. Se ti merresh nga këto. Si ta lidhun, ja ta nuk e di nëse, domethënë, por se mund ta kemi gabim ne dhe thirret ai dhe pyetet. Po si është e kundralishme? Ajo duket në tjetër gjë që e tha ish ministri i financave, po historia është, kjo është, domethënë, ky është shumë magji, nuk kap. Po për ta përfituar duhet kesh zyrën aty, si e përfitoi ky, si ja dha 50 parve. Si ja dha Ermal Beqirit ky, e heqim Gysin se ishte shef i madh. Gysi i merrte të gjitha. Dhe Ermalit. Po ky, po këta, mirë tha Pano. Po sa kanë vajtur aty si subjekte 1 minutë? Aty do ndërtohet, mund të futej kujdo më. Nuk kishte lidhje, mund çdo njeri mund të futet. Jo, duhet përcaktohet tani, duhet kesh një lidhje me objektin. Lidhje me objektin e ndërtimit. Jo, kishte një lidhje specifike. Po, është duhet kesh një kompani teknologjie. Jo, pra këtë është teknologjie. Që do të thosh për të gjithë IT-e. Po, gjithë ata që kanë, duhet kishte një. Po ky si dha licencat e para të këtyre. Gjergj. Po si dha pa filluar. Që vjen këtë.
Silla, se ky ishte administratori. Po si? Jo pra, do më thënë, kjo, për ta ndërtuar këtë gjë, Po tani, është imituar si model. Pra, në rast se Izraeli, Estonia, disa vende europiane, japin incentivat të tilla për të marrë kompanitë të teknologjisë informacionit, cilin nga botë. Kryeministri i lënë ideja që ne nuk do përdorim si këta që japin 5%, 7% të taksave, ne do e falim fare taksat. Pretendimi këtyre është që nuk është se kam bërë një të paligjshme. Jo. Pra, ideja fillestare, ndërtimi është në rregull. Pra, ne japim gjithë këto incentiva që të kemi mundësi të thrasim kompani nga jashtë, dhe këto kompani punën që do ta bonin në një vend europian dhe do paguonin shumë taksa, të vinë ta bëjnë në Shqipëri dhe mos paguajnë taksa fare. Dhe me idenë që këto kompani do punësonin 5.000 veta atje. Me idenë që një pjesë, pra Lufthansa, po e marrin. Një pjesë të punës që e bën në Gjermani me kosto të lartë, krau pune të tjera, ka bënë në Shqipëri. Dhe në Shqipëri, për disa vite, mos paguante tati fitimi, mos paguante taksa, mos paguante taksa mbi pagat. Dhe kjo biznesmenët mund vënë orë të gjithë. Po të isha biznesmen do kërkoj një lehtësira nga më të shumë. Patjetër. Përpjekje për të mos shkelur ligjin dhe për të hyrë kudo, por tani zyrtarët që janë të implikuar në të gjë kush janë. Po ja pra, nëse është ndërtuar, Po ky është administratori. Tjetri që ishte kryetari i shoqatës, iku zhduk. Po, si ministri kush e ka? Ministria e Financave. Tash këtë e bërë ekonomia. Jo, kjo është ky pra, korporata e investimeve. Korporata e investimeve e ka marrë këtë gjë. Më shkruajnë mua që është zyrtare Lira Kokona, korporata e investimeve. Korporata e investimeve pjesë e gjithë strukturës së Korporata e investimeve kapim çat mundemi. Sot korporata e investimeve ka shfatja e madhe. Pranuar projektin që të shtëpia fëmijës të ndërtojnë kulla. Po, e ka varësi korporata Ministria e Ekonomisë lidhet me korporatën aty e ka përpara. Në fund të ditës. Kur ishte më përpara. Atëherë u licencua më. Në fund të ditës është një gjë organizuar nga qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare po thot, të vinë kompanitë huaja dhe një pjesë të punës që e bënin jashtë vinë ta bëjnë këtu pa taksa. Dhe me këtë rast punësojnë shqiptarët aty. Klodi kishte diçka dhe do ikim se në këtë projekt dhe në projekt. Po e fjalinë thot Klodi dhe një fjali se për të punësuar shqiptarët ose të vinë në universitet për të bërë pjesë studimore. Jashtë zakonisht kjo. Poshtë mos. Rama mbase se e lidha me Borbardhën. O Rama çoi Borbardhën atje. Mirë, po erdhën kanibalët dhe përdhunuan Borbardhën. Po Borbardha ja jo, atje në Shikoj qëllimi i të gjithave pa dashur. Po ata nuk e lanë. Incineratori i mirë do dishte ptera. Po incineratori do dishte ptera. Po qëllimi vetëm se ja kjo është. Domethënë, incineratori ka vite. Tani si është zgjidhja e kësaj? Ustaj më do i bëj hetim, ja ka nisur hetimin. Vjen Batmani i Spakut, maron punë, prandaj kanë filluar ata. Klodi thot dy fjalë të fundit se s'foli fare, e për parë ky njeri këtu që ka mundja ka folja si fjalë. Për parë nuk folja si fjalë të pike fundit. Ka të drejtë të flas tani me njerë. Ja, po mos e lër të flasë tash. Jo. S'ma le ajo, mos e le mos ne dëshoj. Jo, le. Klodi edhe nuk flasun se do mos më prish me Klodin tani mua. Atëherë, sipas një verifikimi të shpejtë që bëra te Open Corporate me njerë, po. Ti një këtë emër fare çish. Po kam të drejtë të marrë gjithmonë informacion të ri, apo jo? Po. Atëherë, sipas Open Corporates, që është një Open Corporation. Open Data, më saktë për ta thënë për shqiptarët. Rezulton që Durana Tekpar ka dy administratorë, Gjergji Tahon dhe Florenca Kovacin. Tani, ideja është që s'pak e ka nisur një verifikim dhe ka disa momente që duhen hetuar. Ky projekt i bukur në letër që shohim aty, ekziston? Faktet tregojnë që jo. Po. Një. Pra do të thotë që dikush aty është përgjegjës, që fillon që te korporata investimeve, zonja Kokona, ministri i linjës, administratori e tjera me radhë. Që cilë ti mua mi shkruaj këtu, dikush. Së dyti, kush janë kompanitë të cilat janë antarësuar, pra kanë shkuar dhe janë antarësuar në këtë Durana Tech Park. Duen parë. Me çfarë bëra unë po prap të Open Data, një verifikim të shpejt, Gjergji Taho më rezulton pronar i të paktën administratorit paktën 6 kompanive. Çfarë kompani? BWB, Gol, Sold Out, Kapacerën më të madhe, lëvizjen e parave online. My Green Solution, Nexus Vision e tjerë me radhë. Gjithandej më Tani këto kompanit e këtij zotris që është administrator,
a janë diku të ndërlidhura me kompanitë e Ermal Beqirit, Ergysa Gasit, apo kompanitë e tjera të antarësuara? Kanë marrë këto kompanitë e këtij zotërisë që nga ana tjetër merr edhe me këto licencat e basteve, se unë këtë punën e basteve s'e marr vesh me thënë drejtën, jam shumë jashtë gjës, po të gjitha këto, të lutem, ta mbaroj, se nga që është pak e koklavitur, po nuk ikën Flamuri, se Flamurin kanë bërë 100 herë debat, do më presi 1 minutë ta sqaroj unë këtë gjën. Flamur, ta mbaroj këtë fjalinë edhe mbylla. Tani, ky zotëria që është administratori gjithë këtyre kompanive, ka marrë tendrat e Akshi zotëria? Ka lidhje me Ermal Beqirin apo me Ergysa Gasin që dyshohen se kanë drejtuar një grup strukturuar kriminal që kanë shkuar si pas pak deri te rrëmbimi i biznesmenve për të hequr dorë nga tendrat e Akshit? Po të ndodhur, po ai mjaftojnë këto 6 kompani që ka se. 6 kompani nuk janë pak. Po tani, unë thash qëfar duhet, si duhet jo duhet bërë timi duhet ti. Se ti ke mbaruar për jurisprudencë në rregull. Kjo historia që ne socialistët na thanë një kohë të gjatë që incineratori ekziston dhe në fakt aty s'ka incinerator, është e njëjta situatë që po ndodh me këtë. Fjalinë të do thoshe edhe ti. Jo, mirë këtë, po ky mjeshtri është edhe ka dhe firmën më të madhe të parave online. Si parave online? Parave të kalimit të parave, Pajsera quhet. Bashkë me një tjetër që e ka drejtor në bashki. Gjithandej, gjitha drejtorët, po kur dënohen nga kaq lehtë, edhe pengon ky konflikt të hapur interesi me bastet. I morëm pjesës tjetër. Mirë, jepja nga sa po mërojmë 1 minutë. Ka që vështirë që ka me gjithë një njeri për vëndet në këtë vënd? Jo, do të ftojmë. 7 pozicione. Ki do më gjesh adresën më atë, telefonin dhe... Numër telefonit, ta shoj unë, të së vjen. Po të vjen, pëse të vjen e tani që... Të ndërruar të shikues, kjo ishte pjesë e parë në përpoqim e njare përgjithsisht e aktualitetit, do të shkrin kontekst për ditët që kalojmë, ne u përpoqim. Tani në pjesën e dytë, unë do t'jem me zotin Flamur Nako, që do të spjegoj tani, para shumë edhe fundin e Edi Ramës e gjitha këto që të ndodhin. Qashtë? Fundin e Edi Ramës, tash panon se ti me ziti gjonë. Fustani Edi Ramës. Edhe tani do të flasim këtu, edhe në analistë shumë të njohur është zoti Baton Haxhiu, zoti Andi Tela që do mbetet këtu dhe edhe zoti Andi Bushati. Dhe zoti Flamur do të bëj kryesisht shpjegimet për zotja Lala, zoti Bregu, zoti Soko. Faleminderit shumë se Tela do ri. Shumë e falenderoj. Edhe zotin Klliçi që na ndihmoi për fillimin e këtij programi. Fare shkurt publicitet rikthehemi.